llojit të kriminalitetit janë të rrezikshëm sepse janë potencial edhe për të reaguar, edhe për të kundërpërgjigjur. Këtë nuk e ka marrë në konsiderat leadershipi i policisë së Korçës, sepse duhet ta kishte marrë në konsiderat. Mos harrojmë se ishin 4 operacione të Ishin bërë 4 operacione të Reneas dhe kishin dështuar në raport me kjo, çka do të thotë që ose ka informacione brenda radhave të policisë për personi inkriminuar, se si mund të iki. Reneas është e vështirë të ikish, po do të thotë që Renea ka dështuar sepse informacioni nuk ka qenë sakt për vendodhjen. Në këtë rast që ishte informacioni sakt, sepse po të shikosh pamjet filmike, ai kishte ngritur një kështjellë atje. Biznes. Kishte ngritur një biznes me disa stalla. Domethënë, ky personi që ishte në kërkim. Ai ishte i dukshëm. Për 10 vjet, i dënuar 10 vjet, pra ky kishte bërë aktivitet biznesi, kishte ngritur disa stalla, kishte ngritur kështjellën atje. Pra gjithçka në hundën e policisë është e papranueshme, në mënyrë kategorike e papranueshme për një drejtori policie që ky ta rry. Unë kam patur rastin në Bilisht, në pjesën veri lindore të Bilishtit, që një person për shkak të ngacmimit të motrës që kishin bërë, vret 2 vëllezër. Po thoni për rastin e vëllezërve Mulliri. Po, në Bilisht. 3 vëllezër. Po, në Vidohov. Jo, në Bilisht, në vitin 2006. Unë kam qenë në takim ndërkohë, u kam qenë në takim me një grup ekspertësh amerikan që kishin ardhur për të asistuar policinë e shtetit, dhe kam lënë takimin dhe kam shkuar vetë në drejtim, kam marrë megafonin, dhe ndërkohë që policia po e ndiqte, derisa krijuam rrethimin e largët të autorit, kam komunikuar me megafon duke i pozicionuar policët të mbrohen, sepse faza e interlokutimit, e ndërmjetësimit, e komunikimit, e thirrjes është një fazë shumë e rëndësishme për një operacion. Madje arritëm deri atje sa që masi kishim siguruar rrethimin e sakt që mos na ikte, i nxorëm në megafon edhe t'jamën, duke i bërë thirrje. Po, duke marrë masa mbrojtëse... Duke neutralizuar situatën. Po, duke marrë masa mbrojtëse për forcat e policisë që mos rrezikoheshin. Se shikoj çfarë do thotë, jo pa qëllim, ju thash ju që pyeteni sa ka qenë distanca që autori i krimit, pra personi që ishte në kërkim, ka gjujtur policin. Se në mënyrë kategorike nuk duhet ne të afrohemi më shumë se forca shpuese e armës Kalashnikov, kur ti ke edhe jelekun antiplum. Pra, ne du të qëndrojmë në atë pozicion që forca shpuesme të mos e shpojë antiplumin. Pra, në këtë kushte do ta bësh negocimin me personin në kërkim, me kriminalin, me vrasin, me tjetrin. Pra, a janë respektuar këta rregulla të... Ju mendoni se jo? Po, fakti që plumbi i Kalashnikovit ka shpuar jelekun antiplum, kjo do të thotë që nuk është respektuar. Megjithëse plumat janë marrë në kokë, po kjo tregon njëri nga plumat e ka shpuar. E ka shpuar. Pra, çka do të thotë që distanca ka qenë shumë më e afërt. Një dhe e dyta, në rast se ne e kishim të vlerësuar këtë person si person me potencial të lartë kriminal, pse nuk janë përdorur edhe kokorët antiplum? Që policit mos e marr plumbin në kokë. Se ka antiplum, ka edhe kokore antiplum. Pra, nëse bëhet ka policia jonë të? Patjetër. Përse ka ndodhur kjo? Sepse ti mundet që personat që do përdorish, pra, forcat policore, që do përdorish për rrethimin e largët, do t'i përdorish vetëm me antiplum. Personat që do futen në operacion me rrezikshmëri të lartë, ndaj një personi me rrezikshmëri të lartë, që din të përdorë duhen masa ekstra, që përveç antiplumit du të kesh edhe jelekun antiplum. Një dhe e dyta, unë e kam përmendur edhe në studio tjera një parim të pashkruar në legjislacionin shqiptar dhe në gjithë botën, që të gjitha nënat janë nëna. Po kur të vi momenti për fatalitetin, është më mirë të qaj nëna e kriminalit se nëna e policit. Ky parim i pashkruar duhet jetë në memorien e çdo punonjësi policie kur futet në një operacion me rrezikshmëri të lartë ndaj personave ekstra me rrezikshmëri të lartë. Dhe unë besoj që ky instruktazh në policinë e shtetit, në policinë vendore të Korçës, dhe përpara këtyre strukturave që do merreshin pjesë në këtë operacion, nuk është bërë. Nuk është bërë sepse fakti që ata nuk menduan fare që do kishte shkëmbim zjarri, po thoni? Shiko, po një person që i ka ikur Reneas 4 herë, një person që i ka ikur policisë, një person që e kërcënonte policinë dhe i bënte sehir duke ngritur
një aktivitet biznesi në mal, pra do të thotë që ai e ka rezistencën. Këtë informacion mbi psikologjinë e këtij personi me rrezikshmëri të lartë duhet ta kishte policia e Korçës, duhet ta kishte policia e shtetit. Shikoj çam ka bërë përshtypje. Qëndrimi i drejtorit përgjithshëm të policisë, i cili në krah të ministrit, tha unë nuk kisha dieni për operacionin që do bëj. Pra çka do të thotë që komunikimi i drejtorisë vendore me drejtorinë e përgjithshme të policisë për një operacion ndaj një personi me rrezikshmëri të lartë ka munguar. Një, e dyta, a do ishte e udhës që duke qenë se informacioni ishte shumë i saktë që policia e Korçës të mjaftohej vetëm me rrethimin dhe të qëndronte në pritje derisa të vindishin forcat speciale nga Tirana me helikopter. Përse do të ndodhte kjo? Sepse personi me rrezikshmëri të lartë, ish ushtaraku, braçellari, nuk mundet të dalë nga stani duke komunikuar ti me megafon që ngushtojeni rrethimin, ngushtojeni perimetrin, merrni masa sigurie për mbrojtjen e jetës dhe